Të gjitha agjencitë publike janë të stërmbushuna me militantë të partisë, duke u nisur nga anëtarët e bordit që janë 100% të partisë në pushtet, po edhe punëtorët, domethënë që në ekzekutiv të atyre agjencive janë 100% në durë të tyre. Kanë thënë që do të sjellin drejtësi, nuk ka drejtësi as pak. Kanë thënë që do t'i kapim ata që për Astrid Deharin nuk e kanë bërë as edhe një hap për t'i gjetur sipas tyre vrasjet e Astrid Deharit. Kanë premtuar, është një listë pafund se kanë premtuar dhe i kanë hënë këtë fjalë të veta. Emanuel? Do shta me pyetën për LDK-n, a u zhgënjyna e herë, po hajt. Radhën tjetër. Ma mirë mi hongër fjollë se mi hongër paret. A vedin, është pak problem se ketë përfëturin. Se kush i ka hongër paret? Po se dive që ashtu thëshin që i kanë hongër paret. Kush? Dhe gjë kjo ke pak si... Ato 3-0 e ki fjale? Ato paret e rezerva? Krejt, edhe 3-0, para rezerva. Edhe arin polici, edhe milionat në ministrinë... Edhe ato në Agip Krasniqi 20 milion që u shduke? Po, ato, që më të imbrojt, jo, që më të imbrojt. Edhe 3-0, edhe në Agip Krasniqit, edhe të Hikmet e Bajramit. Hikmet e s'ka shku njerëzit 20 vjetë në burg, ato edhe paret e autostradës, edhe gjitha, po flasëm për gjithësi këtu tash. Mes Hikmetës përjashtoje prej listës e njerëzit që në burg 20 vjetë ju është për dënimi. Po jo, se është një propagandë që do të me përfundu. 2 persona janë dënuar nga 10 vjetë burg për abuzim të atyre 2 milionerë. Do më thonë nuk mundem na me vazhdu me përmen prapë Hikmetën. Po kush e ka lajmëruar rastin? Hikmetja vetë e ka lajmëruar rastin, e ka qunë polici.